Vendimi i gjykatës së posaçme për të pezulluar nga detyra zëvendës kryeministren Belinda Balluku do të dërgohet për shqyrtim në gjykatën kushtetuese. Teksa bëri publik qëndrimin e tij se veprimet e drejtësisë do të respektohen nga qeveria, kryeministri Edi Rama sqaroi se do t'i kërkojnë kushtetueses të interpretojnë nëse gjykata mund të pezullojë nga detyra Ballukun. Që ne do ta përcjellim në gjykatën kushtetuese si një akt brutal ndërhyrje në pavarësinë e pushtetit ekzekutiv. Për periudhën që flasim, qeveria e Shqipërisë nuk ka zëvendës kryeministër dhe nuk ka një ministër të infrastrukturës dhe energjisë që funksionon. Krah komisioneres për zgjerimin e BE Marta Kos, pas samitit për planin e rritjes, kreu i qeverisë shqiptare cilësoi hap të gabuar pezullimin e një zyrtari. Nuk bën vaki në Bashkimin Evropian që njerëzit të pezullohen nga funksionet. Është unike në historinë e Evropës kjo, duke qenë të zgjedhur. Dhe njëherë i theksoi betimin e dhënë nga socialistat se nuk do të ndërhyjë në punën e institucioneve të drejtësisë, që ata vetë krijuan. Roli ynë është që të jemi garant të kësaj pavarësie të drejtësisë që Shqipëria po e njeh për herë të parë në historinë e vet. Ta mbrojmë këtë pavarësi të gjyqësorit edhe kur rëndon mbi ne. Nga ana e saj, komisionerja për zgjerimin Marta Kos zgjodhi të mos komentojë çështjen ndaj Ballukut, megjithatë vlerësoi punën e reformës në drejtësi. Nuk mund të komentoj çështje konkrete, por ajo që mund të them është që një sistem i pavarur gjyqësor është një nga arritjet më të mëdha të Shqipërisë në vitet e fundit, ka pasur ecuri të rëndësishme në luftën kundër korrupsionit dhe kemi pasur si pjesë të gjetjeve tona dhe pjesë të raportit të zgjerimit. Nga çdo vend kandidat duam që të ketë një sistem që me ndihmën e sistemit gjyqësor të ketë siguri ligjore që nëse i dhunohen të drejtat ka gjykata dhe gjykatës që kujdesen për këtë çështje. Tashmë i mbetet në dorë gjykatës kushtetuese për të dhënë fjalën e fundit, teksa tashmë qeveria Rama 4 është pa një zëvendës kryeministër dhe ministër infrastrukture dhe energjie.